Ketë më shumë aktivizim të juve si qender, të aktivizmën më rgatë, por aty sociologët e Kosovës që thehet ky narracion. Unë besoj që e gjithë shoqëria kosovare duhet të reagojë, edhe sidomos institucionet e Kosovës duhet të ngrisin zërin për padrejtësinë që bëhet atje. Atje janë duke u mbajtur peng jo vetëm 4 qytetarë të Kosovës, atje është duke u mbajtur peng e gjithë ushtria çlirimtare e Kosovës, sepse siç e thatë edhe ju, pjesë e akuzës janë të gjithë ushtarët dhe të gjithë ata që kanë ndihmuar ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Aty po dënohet lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po dënohet pikërisht kjo kryengritje e jonë për liri, sepse ne për pikë të qefit nuk kemi ngritur kundër Serbisë. Ne kemi pas një hall shumë të madh. Të kesh qenë shqiptar gjatë kohës së Miloševićit në vitet 90-ta, ka qenë tmerr. Nuk ke mundur dalësh as në rrugë, sepse ke pas frikë ndal polici, ke pas frikë. Diskriminimi ka qenë i skajshëm racor. Në të kundërtën, serbët kanë gëzuar të gjitha privilegjet dhe për ta ndryshuar këtë fakt, është dashur që të dalë ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila konsideroi se ka bërë luftën më të drejtë dhe më të pastër të mundshme ndonjëherë. As nuk është financuar nga kriminaliteti, as nuk ka pranuar të importoj luftëtar të sekteve religjioze të ndryshme. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka pasur për vizion dhe për bazament vetëm çështjen kombëtare. Aty pjesë e UÇK-s kanë qenë të majtë të djathtë, të katolike musliman, të gjithë ata që e kanë ndjer veten shqiptar, ata që e kanë ndjer peshën e robërisë dhe që kanë pasur guximin që serbisë t'ia kthejnë pushkën, janë bashkuar. Sot kjo në gjykatën speciale po